crazy car just speed right by. Just as well we got an eye in the sky. If you're looking for mayhem, we're just the job. And just going in a big bob slob. Me calling and calling, saving the day. They try to help in every way. Të thash se ata teknikët e anijeve nuk kishin fare të mirë. Jo, nuk më the. Ti the, hey, këta dje më japin zare gëzofi falas. Oh, se kam thënë këtë? E ke thënë ti pra. Bëj diçka! Të po bëj, për shty butonin si I çmendur. A I keni dhëmbë të verdhe me njolla? Doktor, e janë I shpejt. Timin e vogël e ka sulmuar një kafshë egër. Ja tani, Wally, nuk është që jam në mes të një transplanti koke, Më në fund, në rregull, shkojmë drejt atij planeti. Dakor, shoku. Bëj kujdes. Çfarë ka? Që më flet ashtu? Oh, mos fillo përsëri me këtë histori, të lutem. Qetësoni, nuk do t'i shërbej asnjëri derisa të mos shtyheni më. Ju makinat jeni të gjitha njësoj, vetëm të shtyheni dini. Po nëse ti do të nxitoje, ne nuk do shtyheshim. Ja tregove vendin, Justas. Pa, fillo të na mbushësh trashëloq. Po, tani përfundimisht që nuk do t'ju shërbej më, derisa ju të më kërkoni falje të gjitha. Më fal, por e kemi me shumë nxitim. Po, të thuash thjesht më fal, nuk mjafton. Ti duhet të thuash, më fal o pompa më e mirë në botë. Dëgjojeni pak këtë. Nëse do të thoshe këtë, do të më drejtoj mua, apo jo, Të lutem pusho, kanaçe stërmadhe vaj. Po më mirë ti jemi kanaçe vaj se sa një pomp rangalle llafazane. Bën mirë ta tërheqësh këtë që the. Bukur, me sa duke dikush e paska me nxitim. E dija që do t'ishte një nga ato ditë koti. Po më pëlqejnë vërtet zaret e tyre prej gëzofi. Tipike, pa shije fare. Kush po flet? E kush është udhëheqësi juaj? Më thoni kush është specia dominante nga ju? Është ai atje, gjithmonë dominon mbi mua. Shumë mirë. Si udhëheqësi I këtij planeti, ne kërkojmë që ti të na rregullosh anijen. Po. E dëgjua ç'tha? Udhëheqësi I këtij planeti. Vini re që ma tha mua këtë, jo ty. Elegant, kupton? Elegant se pastër. As që do ta njeh elegancën dhe po t'i shkelje sipër. Mjaft. Kjo grimja acaruese duhet të ndaloj. Po, ne kërkojmë që të na rregulloni anijen menjëherë. Ju kërkoni? Po më duhet ju them. Nuk ju kanë mësuar si të silleni atje ku jetoni? Ndoshta nuk e kanë kuptuar ende. Të shohim nëse do ta kuptojnë këtë. Më duket se është klienti yt, djej që po fillon një dhimbje koke. Por ti je udhëheqësi I planetit. Pa shiko. Këti I them parkimi pa rregulltun. Po, nuk mund të ta lësh këtu edhe nëse ju kanë vjedhur rrotat. Mirë mbrëma të gjithëve. Sipas orës time nuk është mbrëmje. E mori e mira jashtë toksorët. Policikon kërkojnë qendrën e kontrollit. Përgjigjuni ju lutem urgjent. Këtu ju flet qendra e kontrollit. A mund të na thoni si është puna? Ndihmë, po na pushtojnë krijesat nga një botë tjetër. Po ka që patje dhe lagje jon. Mbyllë gojën të Kevin? Tani, mblidhe pak veten oficeri kon dhe çfarë the se po na pushtojnë? Jashtë toksor, qindra të tillë. Po në fakt vetëm thua seriozisht këtë? Po sa po I vura një gjop anije së tyre kozmike. Lëvizje bukur. Mbyllë gojën Kevin. Janë kozmike parkuar ilegalisht ashtu, Kjo po që është serioze, bëjmë mirë të thrasim klonët kon. Koni, shtype butonin e kuq.
Nuk e di, por na kam thënë jashtë toksorët më nuk vën. Nuk e di, por na kam thënë jashtë toksorët më nuk vën. Marsh 1, 2, 3, 4, marsh 1, 2, 3, 4, marsh 1, 2, 3, 4, marsh 1, 2, 3, 4. Bëni mbrapa, ju lutem, mos bëni sikur nuk keni parë ndonjëherë një automjet parkuar keq. Ne nuk trembemi, ne nuk fshihemi mbi jashtë toksorët, do të ngrihemi, ne nuk trembemi, ne nuk fshihemi mbi jashtë toksorët, do të ngrihemi. Të thash se kishte për të qenë një nga ato ditët? Mos janë gjë mekanikët tuaj këta? Po jo tamam, jo. Bukur, kaq e pat, nuk e durojmë më këtë. Po ju them që ky ishte vetëm për lajmërim. Mos më frisni mua, ju lutem. Vrisni më mirë këtë. Mua? Por unë kam alergji ndaj rrezeve vdekje për urse. Qëlloni atë. Alergjia jote e vetme është shija e mirë që ke. Ndërsa unë ju këshilloj që të qëlloni këtë se ka karakterin më të mirë në qytet. Jepini, qëllojini. Çfarë? Karakteri im nuk përfshihet të shija. Më mirë qëlloni këtë. Do ta hanin që të dy nëse nuk e mbyllni atë gojë. Ne duam mekanikët tuaj më të mirë dhe I duam këtu, tani. Nëse nuk e plotësoni këtë kërkesë, ne nuk kemi zgjidhje tjetër veç se të kthejmë udhëhecin tuaj në pluhur radioaktiv. Por ne nuk jemi udhëheqës, jemi vetëm pompa të zakonshme ose pompa kopshti. Shumë e zakonshme në rastin tënd. Kjo nuk ka rëndësi. Ju të dy do të avulloni nëse anija jo nuk riparohet brenda 3 minutave. Na duhet ndihma e profesor Banthenin. Koni ka të drejtë. Vetëm profesori mund të na ndihmoj tani. Duhet ta sjellim më një herë këtu. Ma lini mua, kolonel, po e marrun. Ai duhet të jetë në laborator tani. Profesor, na duhesh urgjentisht tek servisi. Turo, Colin, çfarë ka me kaq rëndësi që nuk mund të pres as 2 minuta? Një anije jashtoksore që kërcënon ta zgjesoj botën e këmbëve. Profesor? Po ç'bërri ashtu kot? Ne të shkojmë atëherë. Të lash! Po, lara fare. Do ta pastroj kur të kthehem. Në rregull, do të marr në telefon arkitektin kur të kthehem. Po mirë, po ju telefonoj ndërtuesve tani. Nxito, profesor, ka mbetur vetëm 1 minutë. Ecën goxha mirë me këtë, apo jo? 20 sekonda. Të lutem, profesor, ne jemi shumë të rinj për t'u zgjesuar. Po unë jam gjithsesi më I ri se ky. Ky nuk është aq I ri sa duket. Më besoni. A mund të më thoni se sa keni paguar për këtë? Ti ke vetëm 30 sekonda për të shpëtuar pompat. Të lutem, profesor, të lutem bëj diçka. Të bukur këta zarët e gëzofit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Juve ju ka mbaruar nafta. U mendova se ti e mbushë serbatorin. Jo, kjo ishte detyra jote. Jo, e mbaj mend shumë mirë që të pyeta nëse e kishe mbushur. Jo, nuk më pyete, të pyeta unë ty. Tipike, po thuaj se na zgjesuan. Dhe për çfarë? Për një serbator bosh. O zoti madh, nuk I kuptoj fare këta jashtoksorët. Bën mirë t'u ambushë serbatorin plot. Nuk kam për të bërë një gjë të tillë. Ty të mendojnë ata se je udhëheqësi. Të lutem mos fillo përsëri tani. Mendoni se njëri nga ju mund ta mbusë serbatorin përpara se të na zdukin të gjithëve? Po, në rregull. Dëshironi t'u alaj xhamin zotri? Jo, por mund ta kontrollosh nivelin e snar gëlpavzërit. Nuk I them dot emrin, jo më ta kontrolloj. Ja ku mbarova tani. 3.632.729 dollar. Do të paguani kesh apo me kartë krediti? Si thua sikur të bëj mis të pjekur më mirë? Po, shumë faleminderit që erdhët. Bukur, të ikim tani prej këtej. Çfarë? Nuk more ca kikirika? Jo, nuk mora. Gjithmonë vetëm të ashë ke mendje ti. Të grindësh kështu në publik, s'din të sillen fare këta jashtoksorët. Kujt ja thua dhe ti? Po mirë, këto pjatat fluturuese punojnë me naftë normale? Nuk e kam iden, Koni, por këtë do ta zbulojmë shumë shpejt. Jepi më shumë gaz. Po, shtype pedalin deri në fund. Jo, ai do të heq valvulën e ajrit. Pylle gojen me këto këshillat e tua. Televizës shlevën e mashave ndonjëherë bën punë.
Po të paralajmëroj! Jo, tani e mbushe shumë. Më fal. Ura, ja dolëm! Bët një punë të shkëlqyer, profesor. Ti na spëtove që të gjithëve. Nuk e di se çfarë do të kishim bërë pa ty, profesor. E po, lajmi mirë është që shpëtuan zarët prej Zofi. A mund të më tregosh të lutem se me çfarë mbushe serbatorin? Me petrolium? E po të them të vërtetën, po. Çfarë? Po si është e mundur që jeni kaq primitiv? Ishte një sabotazh. Ja se çfarë ishte. Dhe ju keni për të paguar për këtë. Çfarë është ajo? Është shenjë pasigurie një pistolet aq e madhe. Përshëndetuni me shtukje, gon. E po si është shpreha, ka gjithmonë një jashtëtoksor më të madh kur të duhet një i tillë. Sa mendoni ju se është ora? Sa herë do të më duhet t'ja u them që darka është në orën 6 fix dhe fshia të ngërdheshe nga fytyra me njëherë? Ose më duhet të flas me të tatë? Oh, mami! S'ka justifikime. Ju e dini shumë mirë se të vish vërdall në përgalaktik dhe të terrorizosh jashtëtoksorët në forma të çuditshme është diçka që unë dhe baba yt e kundërshtojmë me fort. Tani shpejt në shtrat. Oh, kjo nuk është e drejtë. Po, nuk është e drejtë. Jeni të dënuar.